Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Fjala e Zotit thot se Zoti më do mua. Unë kam dashurinë e tij. Unë nuk jam vetëm. Zoti është me mua. Zoti është për mua. Dhe Zoti është në mua. Unë jam fëmijë i Perëndis. Ai më ka dhënë gjakun e Jezusit dhe ka sakrifikuar për mua. Nga kjo unë e di që ai më do mua. Toka u tund. Vari nuk e mbajti dot Jezusin. Dhe ai u ngrit për shkakun tim. Prandaj unë sot e shpall se unë jam i bekuar. Jam i shëruar. Jam i çliruar. Dhe jam fitimtar. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë gjithmonë. Ndërsa ne do flasim sot për dashurinë e Perëndis, edhe ne e dim dhe madje edhe kënduam që bota e refuzoi dashurinë e pastër të Jezusit. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ndonjëherë, por mos të shumë herë, ne si besimtar e refuzojmë dashurinë e Zotit. Por ne mendojmë dhe ne besojmë që unë jam vetëm, s'më do njeri, s'më ndihmon njeri. Ku është Zoti? Zoti të do të. Ktheuni nga njeri tjetër dhe thuaj Zoti të do? Mos e refuzo dashurinë e Perëndis. Amen. Halleluja. Tema për sot është familja. Familja si një litar tresh që nuk këputet. Ne dije flitet për dashurinë, por që është dashuri që nuk është dashuri. Është diçka tjetër ajo që festohet dije. Edhe do ta shikojmë çfarë është në të vërtetë. A duhet festojmë dashurinë? Festojmë sa s'ka më ku të vej. Por duhet festojmë çdo ditë. A mund t'i bëj unë një dhuratë gruas time? Patjetër, i bëra një surprizë që ai pëlqeu dije shumë. Edhe nuk ja tregova çfarë do i bëja. Mendoj se unë isha gjithë ditën i ikur, po kur u ktheva në darkë me një dhuratë të vogël, simbolike, thjesht që ti e kujton tjetrin, kjo është dashuria. Edhe Zoti na ka dhënë ne familjen. Kemi dy lloj familjesh. Kemi familjen qellore që jemi të gjithë të bashkë. Dhe na lidh jo gjaku, na lidh kush? Gjaku i Jezusit. Na lidh dashuria e Perëndis. Bibla thot se dashuria është lidhja e përsosmërisë. Si njerëz ne nuk dim të ndërtojmë. Familja ka nevojë të ndërtohet. Po kur kemi dashurinë e Zotit, ai është ustai që vendos ndërmjet nesh dashurinë e tij. Dhe është dashuria e Krishtit. Dashuria nuk na turpron asnjëherë. Thojeni njëri tjetrit, jetoni në dashurinë e Zotit, sepse dashuria nuk të turpron dhe nuk dështon. Në emrin e Jezus. Amen. Halleluja. Ne thamë që familja ishte ideja dhe plani i Zotit Perëndi për njeriu. Ajo nuk është ndërtuar mbi rastësinë. Pra nuk është se përplasën dy planete, u krijua jeta dhe pastaj ai evolucioni i tha krijoni familjen tani. Jo, ishte plani i Zotit që në Eden krijoi burrin dhe gruan dhe si rezultat i dha urdhër, i dha direktiva që të krijojnë familjen. Ajo është vullneti hyjnor. Familja është vullneti hyjnor. Dhe familje quhet kur ka një burr dhe një grua. Çdo gjë tjetër që e quajnë familje nuk është familje. Prandaj shumë e kujdesme të kuptojmë parimin. Kur burri dhe gruaja ndërtojnë familjen pa Zotin, forcat e tyre është e kufizuar. Prandaj kemi shumë divorce sot. Pse? Sepse është familja e ndërtuar pa Zotin.
Po kur është Zoti në mesin e tyre, krijohet një litar tresh që nuk këputet. Dhe ky litar është burri, gruaja dhe Zoti në mes. Ai ndërthur ata dhe i mban të fortë. Meqense dje ishte dita e të dashuruarve në botë, unë sot zgjodha të flas për dashurinë e vërtetë. Cila është dashuria e vërtetë? Dhjata e re, që është në Bibël, beslidhja e re, u shkrua në greqishten e lashtë. Dhe aty përdoren disa fjalë për të shprehur forma të ndryshme të dashurisë. Dhe janë 4 fjalë që janë përdorur në dhjatën e re. E para dhe më kryesorja dhe ku është burimi i të gjithave që ne duhet ta dimë është kjo, agape, që do të thotë dashuri hyjnore dhe dashuri pa kushte. Pra ne, Zoti na deshi pa kushte, Zoti na pranoi ashtu siç jemi, por nuk na lë ashtu siç jemi, me dashurinë e tij, ai na ndryshon dhe na transformon. Dhe kjo është dashuria hyjnore. Pra nuk ka të bëjë me interesin, me jep të jap. Sepse ajo që ishte dje ishte interesatjesh. Po më dhe do të jap, s'më dhe nuk të jap. Kjo është dashuria që Zoti ka për njeriu, dhe është dashuria që Zoti na thret ne si besimtar të ecim në këtë dashuri me njëri tjetrin. Dhe është dashuri sakrifikuese. Është dashuri e qëndrueshme dhe është dashuri e qëllimshme. Pra nuk është kështu e rastësishme. Çfarë do thotë sakrifikuese? Perëndia e deshi aq shumë botën, e deshi aq shumë bikun, të deshi aq shumë ty, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që nëse unë besoj, do shpëtohem. Ç'a bëri biri vetëm lindur? Vdiq në kryq për mua. Tani ka shumë religione, ka shumë fe dhe pretendojnë për dashuri. Dhe po bisedoja me dikë një ditë mirë, i thash, nga e dim ne sipas librit tënd që Perëndia na do. Jo po do bësh këtë rregull, do bësh atë rregull, do bësh atë rregull, më vjen keq. Po e bëj vetë. Unë e di që Perëndia më do, pse? Sepse ai dha birin e tij të vetëm lindur. Ai sakrifikoi për mua, është ai që sakrifikoi i pari. Dhe unë duhet i përgjigjem atij. Dhe kjo është një dashuri e qëndrueshme, nuk lëviz. Unë mund t'i kthej krahët atij. Bibla thotë që nëse ne e mohojmë, ai mbetet besnik. Prandaj duhet kemi vërtet kuptimin. Ai është një dashuri e qëllimshme, ka qëllim. Cili është qëllimi i Perëndis? Që të na marrë ne nga humbja, nga mërzitja, nga dëshpërimi, nga hidhërimi, nga mëkati, nga gjërat e këqija, të na transformojë dhe të na sjellë ku? Në mbretërinë e tij të dritës dhe përfundimi të jetojmë në parajs në përjetësi bashkë me të. Dhe gjithë qëllimi i tij është jeta. Dhe ne mund të lexojmë Gjonin 3:16, sepse Perëndia e deshi aq botën, do thotë që Perëndia më deshi mua. Le ta themi bashkë. Perëndia më deshi aq shumë mua, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që në qoftë se unë besoj në të, nuk do të humbas, por unë do kem jetën e përjetshme. Një nga frikat kryesore që ne kemi është frika e vdekjes. Por ne nuk kemi më frikë, kënduam nga frika, nga vdekja nuk ka më frikë. Pse? Sepse Zoti im u ringjall të tretën ditë. Dhe unë e di që një ditë, në ditën e gjykimit, do shkojmë në parajs. Nuk e di kur do jetë, po do të ndodhi. Unë e besoj në gjë të tillë. Por tani mund të bëjmë një pyetje, si është kjo dashuri e Perëndis? Në qoftë se ne do të lexojmë Biblën, prandaj them që Bibla i ka të gjitha përgjigjet. Vetëm duhet ta lexojmë. Ta lexojmë dhe ta rilexojmë. Dhe letra drejtuar Korintasve, kapitulli 13, vargjet 1 deri në 8. Kënga Elsa Lilës pikoi lotin në shmarrë në këto vargje. Po të flisja gjuhët e njerëzve, edhe të engjëjve, dhe po të mos kisha dashuri, do të bësha si një bronz që kumbon, ose si një cimbali që tingëllon, do të isha si kamban, ose do isha si tavulle. Pa dashuri, ne jemi një kamban. Pa dashuri,
Ne jemi në daule. Dhe thot, po të kisha, po të dija gjuhët e njerëzve. Wow, çfarë zgjuarësi është, dish gjuhët e gjithë njerëzve. Dhe pastaj thot, sikur të kisha dhuntinë e profecisë, të dija të ardhmen, të parashikoja të ardhmen. Gjithë problemi që ne kemi është, çfarë do ndodhi nesër. Ky njeri e di ka çfarë do ndodhi nesër. Dhe të dija gjitha misteret, pra çdo pyetje që ti bën i ke gjithë përgjigjet. Një ditë dikush më tha, pastor, ti je pastor, se i di të gjitha përgjigjet? Jo, i thash. Unë se di të gjitha përgjigjet. Unë jam pastor, se Zoti më tha të bëjmë dhe unë i përgjigjem atij. Ai më drejton pastaj, por unë nuk i kam gjitha përgjigjet. Dhe pastaj thot, të dija dhe mbar shkencën. Dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga malet nga vendi, po të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Pra shiko, mund të kesh shumë gjëra dhe të gjitha këto të çojnë gjë te forcat e tua, shiko çfarë bëj unë. Nëse ti krekosesh, s'ke dashuri. Sepse dashuria nuk krekoset. Edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e mia, bamirësia. Për të ushqyer të varfrit, pra, të gjithë njerëzit që përpiqen të ndajnë pasurinë e tyre, por nuk kanë dashuri, janë bosh. Pastaj thot, edhe sikur t'i jepja trupin tim të digjej, ka pasur shumë skeshtar që për shkak se thanë se bota rrotullohet, bota zhërumullohet, u vran. E dhanë trupin e tyre për shkencën, por nuk e dim kishin dashuri apo jo. Dhe të mos kisha dashuri, nuk më vlen asnjë gjë. Tani, ka që madhe është dashuria Perëndis. Këtë dashuri kërkon Zoti nga ne, që ne të kemi dashurinë e Tij brenda nesh. Pa dashurinë, ne jemi bosh. Ne kemi vetëm një borxh ndaj njëri tjetrit, sipas Biblës. Ta doni njëri tjetrin. Amen. Dhe nga kjo ne do të dallohemi që jemi dishepujt e Krishtit. Njerëzit do thonë, pse jeni ndryshe ju? Sepse e duam njëri tjetrin. Nëse ne xhelozohemi, nëse ne shahemi, nëse thashëthemojmë për njëri tjetrin, atëherë do thonë që më vjen keq po si kështu. Mbajmë një dikush i urtë u tha kishës katolike dhe ortodokse para shumë vite, nga gjithë çaj u flisni, më jepni vetëm Krishtin, të tjerat rritet, të tjera mbajni për vete. Njerëzit duan Krishtin, duan të shikojnë Krishtin në mua dhe në ty. Dhe çfarë është dashuria e Krishtit? Vargu 4. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smir, nuk vët në dukje dhe nuk krekoset. Ta themi të gjithë bashkë, dashuria është e durueshme, plot mirësi, nuk ka smir, nuk vët në dukje dhe nuk krekoset. Pyetje. A e ke pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar? Nëse e ke pranuar, kjo lloj dashurie duhet të banoj brenda teje. Është në ty. Puna është që ti duhet ta nxjerrësh. Pse? Besimi, dashuria e Perëndis qëndron ku? Në zemrën tonë. Ne duhet ta lejojmë që ajo të dalë. Duhet të fillojmë me çfarë? Unë shpesh e shkoj para pasqyrës dhe i them vetes time, ti je i durueshëm, ti je plot mirësi, ti nuk e smir, ti nuk do vesh në dukje dhe ti nuk duhet të krekosesh. Ta themi ti bashkë? Hajde ta themi bashkë. Unë jam i durueshëm. Unë jam plot mirësi. Unë nuk kam smir. Unë nuk do vë në dukje. Unë nuk krekosem. Unë nuk do silem në mënyrë të pahishme. Unë nuk do kërkoj gjithmonë të mijat. Unë nuk do pezmatohem. Nuk do dyshoj për keq. Nuk do gëzohem për padrejtësinë. Por do gëzohem me të vërtetën. Unë i duroj të gjitha. I besoj të gjitha. I shpresoj të gjitha. Unë mbaj çdo gjë. Unë nuk ligështohem kur. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja.
Nuk sillemi në mënyrë të pahishme, imagjino, ne nuk do të përdorim fjalë negative ndaj njëri tjetrit në familje. Jo me të rrahim njëri tjetrin. Një nga problemet sot në Shqipëri është dhuna në familje. Kjo duhet të jetë e përjashtuar nëse ti e quan veten besimtar. Nuk kërkon të tuat, por kërkon gjithmonë të bësh të kënaqësh atë tjetrin. Nuk pezmatohemi nëse ndodh diçka, ndodh një konflikt, ndodh një problem, ti përpiqesh si ta zgjidhësh, ti je zgjidhja, nuk je ai që tërhiqesh. Sot ka divorce, pse? Sepse tërhiqen kolla njerëzit. Nuk gëzohemi për padrejtësinë, por gëzohemi me të vërtetën. Fjala e dytë për dashuri që është përdorur në Bibël është fileo, që do të thotë dashuria miqësore. Jemi shok, jemi miq dhe jemi vëllezër në mbretërinë e Perëndis. Dhe nuk kemi mendësi vetjake, kemi mendësi mbretërie. Nuk fitoj vetëm unë që jam pastori, nuk fiton vetëm grupi i adhurimit, por fitojmë të gjithë. Duam të ecim të gjithë përpara. Nuk duam të ecim vetëm njëri. Nëse po kërkon vetëm veten, atëherë korrigjohet. Kjo është një dashuri që duhet shpreh me afrimitet, me përzemërsi midis njëri tjetrit. Jezusi tha, ju do të njiheni që jeni dishepujt e mi nga dashuria që keni për njëri tjetrin. Çfarë bëjmë? Ne lutemi për njëri tjetrin, ne kujdesemi për njëri tjetrin, dhe kjo është dashuria që kërkon falje. Ndonjëherë ne kemi nevojë të kërkojmë falje njëri tjetrit se e kemi lënduar për një fjalë. Edhe nëse ai tjetri është keq kuptuar, nuk ka ndonjë të keq që thuash, më fal, por nuk ishte ky motivi im, mbase ti e ke keq kuptuar. Ne flasim, po ndërmjet meje dhe këtij personi tjetër ka një hapësirë, dhe në këtë hapësirë Adami dhe Eva i lejoi shejtanit që të hyjë dhe të ndryshojë kuptimin fjalëve. Unë e flas ndryshe dhe ti e kupton ndryshe dhe ti thua si ma tha pastori mua këtë fjalë. Ose si ma tha ky, si ma tha ai. Pastaj fillon dhe kush është ky, kush është ai? Hiqini këto gjëra. Dhe lejoni që dashuria e Perëndis të ndryshojë. Të jemi të përzemërt me njëri tjetrin. Romakët 12:2, fjala e Zotit na thot, duheni njëri tjetrin me dashurinë vllazërore, dhe është përdorur kjo fjalë atu. Është një fjalë tjetër, fjala e tretë që është përdorur, storgje. Kështu thuhet në greqisht? Storgje. Po. Dhe do të thotë dashuri familjare, që do të thotë që ne kemi dashuri ndërmjet prindërve. Ne kemi dashuri prindër fëmijë dhe kemi dashuri ndërmjet anëtarëve të familjes. Kemi familjen biologjike që ne duhet i duam. Në Dhjatën e Re gjendet kjo fjalë që ne të tregojmë dashuri ndaj njëri tjetrit në familje. Të tregojmë kujdes. Këtu hyn kujdesi për prindrit, që është problemi madhor sot në Shqipëri, që kanë braktisur moshën e tretë. Dhe na duhet ne kishave të bëjmë projekte për të kujdesur për moshën e tretë. Ne do ta bëjmë sepse është dashuria e Zotit që na shtrëngon, por duhet që familjarët të kujdesen për njëri tjetrin. Dhe dashuria e katërt, ose fjala e katërt, është fjala eros, që është dashuri romantike. Tani kjo është pjesa më e keq kuptuar nga bota, sepse janë duke përdorur vetëm për ndjenjat dhe për marrëdhëniet seksuale. Nuk është ky kuptimi i vërtet i kësaj fjale. Ata e kanë vendosur thjesht tek ajo, e pëlqeve një vajzë, mund të shkosh të flesh me ta, pa problem fare. Pëlqeve një djalë, po shkos, është trupi jot, bëj çfarë duash me trupin tënd, jo. Trupin na e ka dhënë Zoti. Do japim llogari për trupin ton para Zotit. Prandaj duhet kemi kujdes.
Koncepti I dashurisë bashkëshortore dhe të rreqjes romantike gjendet në mësimin biblik, por brenda martesës. E kultivuar dhe e ruajtur brenda martesës. Efesianët 5:25 fjala e Zotit thotë, është urdhër I Zotit, ju burra të doni gratë tuaja dhe ju gra duani burrin tuaj. Dhe është dashuri brenda martese. Kjo lloj ndjenje, ky lloj emocioni duhet të konsumohet brenda martese. As para martese dhe as jashtë martese. Pra, je I martuar edhe shumë njerëz thonë po mirë s'ka gjë një të dashur. Jo. Kjo është mëkat. Dhe është një nga mëkatet më të urryera që Zoti urren. Barazohet me vrasjen. Prandaj duhet të kemi kujdes. Edhe para martese, pa bekimin e Zotit, nuk mund të konsumosh këtë lloj dashurie. Dhe kjo duhet kuptuar drejt. Pse? Djalli bashkë me botën, duke ndikuar botën, ka përdorur erosin në formën e epshit. Çfarë shikojmë ne në televizor që bëjmë lloj-lloj gjërash, është epsh. Dhe është lakmi e mishit. Ne duhet kemi kujdes nga lakmia e syrit dhe nga lakmia e mishit. Dhe Zoti na bën thirrje që ne të ecim në një jetë të shenjtë. Do të kthehemi prapë tek familja. Familja është ideuar dhe themeluar nga Zoti si institucion. Është një burim për të mbjellë dhe kultivuar dashurinë e pastër. Çdo marrëdhënie tjetër mund ta quajnë vetëm çfarë të duan, por nuk janë familje. Burr, grua nuk janë familje. Është mëkat. Familje është vetëm ndërmjet burrit dhe gruas. Dhe mbaroi muhabeti. Zoti është arkitekti I familjes, nuk janë burri dhe as gruaja. Prandaj I takon Zotit dhe llogarinë do ja japim Zotit dhe duhet të vendosim Zotin brenda. Martesa dhe familja nuk janë shpikje njerëzore, por është edhe një thirrje hyjnore. Zoti ka një qëllim pse bashkon një burr dhe një grua. Zoti e dinte që unë do isha pastor dhe më bashkoj me Aidën për shkak të qëllimit që ai ka. Kur ne pranojmë këtë në zemrat tona, atëherë ne mbushemi me mirënjohje, sepse ne kuptojmë që familja është bekim, nuk është barë. Shumë të rinj sot kanë frikë të martohen, sepse mendojnë që familja është barë. Dhe shumë nuk martohen, po nuk patën shtëpi, po nuk patën para, po nuk patën martëkim. Këto I do bota, po jo kisha. Kur unë jam martuar me Aidën, më besoni, kishim vetëm një krevat dopja. Nuk ishim asgjë në kuzhinë. Nuk ishim asgjë të dhoma pritë, vetëm ca karige dhe kariget që ishin thyer në kish, ato I morëm ne. Nuk morëm më të mirën. Por pastaj Zoti na bekoi. Dhe ku është shumë gjë e bukur, është më bukur që ne kemi ndërtuar për 30 e ca vite bashkë familjen tonë. Dhe ashtu është më bukur se sa ti gjesh tëra dhurat. Zakonisht kur I gjejnë tëra dhurat I shkatrojnë. Kështu që është më mirë ti ndërtosh. Zanafilla 2:24, fjala e Zotit thotë, prandaj burri do të lërë atin dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të bëjnë një mish I vetëm. Një. Dhe kjo kupton që origjina është nga Zoti. Gjëja e dytë që duhet kuptojmë për familjen është që familja është një litar tresh. Burri, gruaja dhe Zoti. Prandaj Bibla mëson që ne duhet të martohemi me besimtar. Jo me jo besimtar. Pse? Se me një jo besimtar litari është dysh. Zoti nuk është fare në mes. Nëse do një litar tresh që nuk mund të këputet, unë nuk e di kush ka punuar me kafsh nga ju, po kur bënim ato litarët për samarët e kafshëve, ne I bënim tresh dhe quaj gërshet. Pse? Sepse mbante më shumë peshë.
Kjo është arsyeja që shumë familje sot divorci është rritur. Pse? Sepse litari ka qenë dysh ose njësht fare. Janë martuar për arsye të tjera. Dhe Zoti do që ne të kemi një litar tresh, ku burri dhe gruaja lejojnë Zotin në qendër të martesës së tyre, ku marrëdhënia nuk shëmbet dhe nuk mbështetet në ndjenja, por në besim, në falje dhe përkushtim. Ne kemi të njëjtin besim, ne lutemi, ne kërkojmë Zotin, por dhe ne falim njëri tjetrin. Nëse ti mendon që nëse je beqar dhe mendon që do gjej një kocë ose një djalë që s'do më zhgënjë kur, ky është gënjimi i parë. Do zhgënjesh. Pse? Sepse jemi njerëz. Por ne kemi mësuar të falim njëri tjetrin. Amen. Dhe të përkushtohemi për ta çuar përpara planin e Perëndis. Zoti është nyja lidhëse kryesore që i mban të bashkuar. Dhe kur vinë stuhit e jetës, Zoti është burimi i forcës. Dhe ti nuk lodhesh dhe ky litar nuk thyet kur, nuk këputet kur. Pse? Sepse është Zoti që jep energji. Predikuesit 4:12 fjala e Zotit thotë, një litar tresh nuk këputet. Gjëja e tretë që duhet mësojmë për familjen është familja me Zotin ka fuqinë e fitimtarit, mbart potencialin e ringjalljes, sepse është ideuar, është mbjell dhe është kultivuar nga kush? Nga Zoti. Dhe Perëndia qëndron në mesin e tyre. Familjet ku Zoti sundon nuk është një familje pa betejë, por është gjithmonë fitimtare. Sfidat nuk mund të shkatrojnë këtë familje. Kjo familje ecën me besim, sepse e di që fitoria nuk vjen nga forcat njerëzore, por vjen nga Zoti. Ne duhet ta nderojmë familjen tonë. Ne duhet ta ndërtojmë familjen tonë ku? Mbi shkëmbin e Jezus. Qose ju keni lexuar në Injillin Mateu që thotë, erdhi shiu, fryti i era, u ngritën ujërat, po shtëpia mbi shkëmb qëndroi. Ne kemi pasur një këngë kur e këndonim në kish në Berat. Uj bite poshtë, shiu ngri, edhe familja në shkëmb qëndroi. Familja jote do të qëndrojë nëse ti e ndërton në shkëmbin Jezus. Një familje që ecën me besim dhe në fjalën e Perëndis. Pra ndërtoj një familje mbi fjalën e Perëndis, ku të luteni me njëri tjetrin, ku të lexoni fjalën e Zotit me njëri tjetrin. Një familje që lutet, një familje që i shërben Zotit. Është një familje fitimtare. Pra, nëse Zoti është ai, është burimi i dritës, është burimi i dashurisë dhe është burimi i fuqisë. Romakët 8:37 fjala e Zotit thotë, por në gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtarë nëpërmjet atij që na deshi. Kur thot deshi ka të fjalë me dashuri. Është dashuria aty. Dashuria është fuqia më e madhe që Zoti ka investuar në këtë tokë. Sepse te dashuria e tij është ardhja e Jezusit. Amen. Te dashuria e tij është ardhja e frymës shenjtë që jeton brenda nesh. Me Zotin në qendër, familja jote nuk është se thjesht mbi jeton, ajo triumfon. Prandaj vendose Zotin në qendër të familjes tënde. Le të lutemi. Zotë, unë vi përpara teje më të shenjtë. Unë duhet të falenderoj Zot për fjalën tënde, Zot, që është i gjallë edhe vepruese. Unë lutem sot në emrin e Jezusit që ti do veprosh, Zot, mbi ne, dhe lutem Zot për familje të reja, Zot, në kishën tonë, Zot. Zot, unë lutem në emër të Krishtit, Zot, që ti do sjellësh në rrugën e të rinjve tanë, Zot.
njeriun e dur, Zot. Zbuloj djalin ose gocën e dur, Zot. Dhe lutem Zot që ti do krijosh familje të fuqishme, edhe shumë litar tresh do ketë, Zot. Në emër të Jezusit. Bekona, Zot, dhe ne të vendosim ty në qendër të jetës tonë. Në emër të Jezusit. Amen.